Mes aromës së gështenjave të pjekura dhe larmisë së verrave, mbrëmjen e dieshme në Pogradec u zhvillua festa tradicionale e verës dhe gështenjës, e organizuar për të 31-tin vit radhazi. Aktiviteti përfshiu një konkurs mes bujtinave të zonës, ku u vlerësua vera më e mirë, si dhe piktura dhe poezia më e arir me tematikën e festës, me synimin për të promovuar identitetin kulturor dhe për të nxitur turizmin lokal. Kjo nuk është vetëm festë që do t'i shpalli fitusit, por është dhe një thirrje që ju bëjmë të gjithë të rinjve, agrobizneseve, që të shtojnë sa më tepër breshtarin, të ruajnë gështenjat, sepse këto janë nga varietetet më të rëndësishme të Bashkisë Pogradec dhe mjaft të lashta. Por njëkohësisht Bashkia Pogradec në këtë festë synon dhe të promovojë vlerat e këtij qyteti, të thithim sa më tepër turist, që ky të jetë një turizëm katërstinor, jo vetëm turizëm në stinën e verës. Gjatë mbrëmjes stenda të shumta me produkte tradicionale të trashëguara brez pas brezi u prezantuan dhe u shijuan nga vizitorët e shumt që kishin mbushur qytetin. Është e ëmbël, është gështenje e mirë, të gjithë e përdorin. Kemi si familje traditë, shtijem vit për vit butet edhe i japim për festën e verës. Nga vreshtat më të mira dhe nga verat më të mira në qytet. Nuk ka shtëpi pa bute në Pogradec, ose ato shtëpi që s'kan bute nuk janë pogradecare. Me gjallërinë e pjesëmarrësve, aromën e verrave dhe gështenjave të pjekura, Pogradeci dëshmoi edhe këtë vit se mbetet një nga destinacionet më të dashura për festat e fundvitit.